Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore ka njoftuar se ura e Niçës ka shpëtuar nga rreziku i shembjes pas restaurimit të plotë të saj. Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore vlerëson urën e Niçës si një ndër dëshmitë më të rëndësishme të trashëgimisë son inxhinierike dhe rrugore. Kjo urë, monument kulture i kategorisë së parë, rrezikonte shembjen për shkak të dëmtimeve të rënda në strukturë. Në vitin 2023, ekipi i Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në Korçë ka ndërhyrë me masa emergjente për stabilizimin dhe pajëntimin e urës, duke shmangur dëmimet e mëtejshme të saj. Fal fondeve të Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit, gjatë vitit 2025 u realizua restaurimi i plotë i urës, i cili nxori në pa vlerat kulturore dhe nxori përfundimisht jashtë rrezikut të shembjes. Ura e Niçës ndodhet fare pranë fshatit në të njëjtin emër në krahinën e Gorës. Ajo është ndërtuar prej guri dhe përbëhet nga një hark i vetëm. Ura i përket shekullit të 18, por është ndërtuar mbi një rrugë shumë më të vjetër se ajo, që është një drejtim i rrugës Egnatia në lidhje me Prenjasin dhe gurin e Kamjes, Niçës, Lëngën e tjerë. Vetë ura lidh dy brigjet e një proji dhe ka përmasa relativisht të vogla, ku gjatësia nuk i kalon 6 metra, ndërsa lartësia është rreth 3 metra.